Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Podflas. Sot do flasim për vaksinat e fëmijëve dhe hezitimin e prindërve. Për këtë arsye kemi të ftuar pediatrin Zerina Sheme. Përshëndetje dhe mirë se erdhet. Mirë se u gjej. Ajo që do flasim është pjesa e vaksinave. Është një temë që shumë prindër kanë ato pikpyetjet e tyre, ka prindër të informuar, të keq informuar. Është një temë që është kërkuar kundrejt në adresën tonë të Podflas dhe për këtë arsye jemi sot këtu. Një historik të shkurtër të vaksinave. Po, vaksinat janë përgatitje biologjike që sigurojnë imunitet të qëndrueshëm, të zgjatur ndaj disa sëmundjeve infektive, themi për ato sëmundje serioze që rrezikojnë jetën. Vaksinat janë shpikur për herë të parë në Angli nga Jenner, i cili bëri një biolog, bëri një eksperiment me anë të lijës së lopëve dhe ja injektoi një lëng të fluskës tek një djalë i ri. Aty shikoj që kishte rezultate. Rezultatin, po. Më vonë, Louis Pasteur njihet që ka bërë vaksinën e parë kundër tërbimit, edhe kjo shpëtoi shumë jetë njerëzish, ndërsa në Shqipëri kanë hyrë gjerësisht rreth viteve 70. Çdo vend ka specifikat e veta për bërjen e vaksinave. Varet nga situata epidemiologjike shumë vjeçare, pasi kanë studiuar se sëmundjet që shkaktojnë një invaliditet, sëmundje që shkaktojnë vdekshmëri të lartë, përgatisin vaksina që gjithmonë me orientimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për mbrojtjen e popullatës nga këto sëmundje që janë për këtë zonë të saktuar. E qartë, faleminderit. Pse janë kaq shumë të rëndësishme, ajo që ju edhe përmendet historikun dhe se si janë formuar dhe krijuar, pse janë kaq të rëndësishme vaksinat pikërisht tek fëmijët në moshat pediatrike? Studiuesit thonë se sa më i vogël të jetë fëmia, aq më mirë ndikon vaksina tek formimi i antikorpeve. Pra, lidhet me imunitetin. Imuniteti është mbrojtja, qëndrueshmëria që ka organizmi ndaj sëmundjeve. Në 6 muajt e parë është imuniteti i lindur që merr nga qumshti i nënës. Më tej, për të krijuar këtë nivel antikorpesh, bëhet fillon vaksinimi në moshën 2, 4 dhe 6 muaj. E qartë. Ato që ju edhe sapo e thatë është pjesa që nga lindja. Si mund t'i tregot ose sa informuar është një prind i ri në momentin që një fëmijë lind? Çfarë duhet të di një prind i ri për vaksinat, që në maternitet, se ju e thatë që lind që nga lindja. Çfarë duhet të di një prind i ri? E para duhet ndërgjegjësohet që vaksina është një mbrojtje, është një përgatitje biologjike e cila bëhet me një virus ose mikrob të dobësuar dhe ose me kapsulat, pjesa proteinike e kapsulave, mbulesës që ka virusi, përgatitet vaksina. Pra, është vërtetuar nga imunologjia, që është dhe kjo një shkencë e re, pas 90-s ka marrë goxha zhvillim. Nga shkenca e imunologjisë kemi mësuar që nëse një organizëm kalon një sëmundje infektive, mbas 2-3 javësh në trupin e tij krijohen antikorpet IgG dhe IgM që i kemi dëgjuar tani rëndon në për lajme. Kjo vlen IgG dhe IgM
pra janë proteina, janë antikorpe, të cilat e mbrojnë fëmijën. Ata kanë këto antikorpe me përmbajtje proteinike, kanë një memorje imunitare dhe nëse organizmi bie në kontakt me këtë lloj mikrobi ose virusi, atëherë ai reagon duke luftuar që në portën e hyrjes. Pra kalon një sëmundje fare të lehtë ose edhe me shenja shumë të pa dukshme, katarale, një virus i cili mund të jetë me pasoja serioze për shëndetin. E qartë. Pjesa është që ju edhe sa po e thatë, pavarësisht se fëmia është akoma një bebe i sapo lindur dhe prindrit është kjo frika, do thotë që vaksina është aty për ta ndihmuar dhe ju i përmendet që në momentin e lindjes që në maternitet vazhdon pjesa e vaksinimit. Po më pas, në momentin që fëmia kalon 2 mujorin, 3 mujorin, cilat janë këto vaksina që duhet t'i bëj fëmia? Po, që në maternitet në fakt bëhet hepatiti B, sepse hepatiti B jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë ka marrë një përhapje të madhe. Për pasojat që ka ky virus, i cili mendohet se është shiringal dhe nuk është i ndryshëm nga hepatiti A, i cili merret nga goja. Për pasojat që ka, duhet që të mbrohet sa më shpejt fëmia, që në momentin, që në orët e para të lindjes, bëhet vaksina kundër hepatitit B. Edhe tuberkulozi tashmë dihet që bëhet në muskulin deltoid, në një injeksion i lehtë, por mbas disa javësh jep një gjendër nën sqetull e cila plas dhe ajo lëshon një lëng si kazein, si një gjiz e prerë. Pra është efekti vaksinës, për këtë nënat pyesin shpesh edhe tremben. Nuk është, po, por nuk është asgjë serioz, është thjesht efekti vaksinës. Pastrohet me garza të pastra dhe nëse e gjykon mjeku i familjes, mund të t'japi një mjekim lokal. Motej. Në moshën 2 muajsh bëhet pentavaksina që përmban brenda difteri, tetanoz, pertus dhe hemofilus B është një tip virusi i gripit, ai që qarkullon rëndom në Shqipëri. Pra edhe ndaj tyre fëmijët e vegjël janë të mbrojtur sepse marrin pjesën e vaksinimit. Vaksinën në 2 muajsh, 4 muaj dhe 6 muaj. Ky është vaksinimi bazal. Nga testimet që kanë bërë specialistët e kësaj fushë, del se është mjaftueshëm për të krijuar antikorpe që ky fëmijë të jetë i mbrojtur nga këto sëmundje. E qartë. Domethënë është përsëri ajo pjesa e rëndësisë që duhet t'i japim pjesës së vaksinimit dhe nuk duhet të kemi frikë, sepse në fund fare është ajo pjesa që po mbrojnë fëmijën dhe të ardhmen dhe shëndetin e tij dhe nuk është se po e rrezikojmë. Në momentin para se fëmia të shkojë ose të vi koha ose muaj ose vjeç për të bërë një vaksinë, çfarë duhet të kenë prindrit parasysh? A duhet të ketë një parapregatitje para vaksinës në momentin që duhet të bëj vaksinën? Ka disa protokolle që i ka mjeku i familjes edhe mjeku i konsultorit, rastet e veçanta kur nuk duhet bërë vaksina, kur ka sëmundje që është duke përdorur kortizonik me doza të larta dhe të zgjatura, kur është me temperaturë, sepse ka kryqëzim, po, dhe disa sëmundje të cilat i di mjeku, bën një vizit, pra një fëmijë nëse ka kaluar një katar stinor dhe 2 ditë më mbrapa ai është i qetë, është aktiv, nuk ka shenja sëmundje, mund ta bëj vaksinën.
para vaksinës duhet ketë parasysh tek vendi i injeksionit ka në qarkullim në farmaci pomada që qetësojnë dhimbjen. Mëtej, mbas bërjes së injeksionit, kompresa me alkool 70 gradë, në mënyrë që të shpërndahet një masazh të lehtë ose thjesht kompresa që të largojë atë ajntjen, skuqjen, që është efekti ansor më i zakonshëm i vaksinave. Dhe këmbët duhet i lëvizi thjesht në mënyrë duke i bërë ushtrime të lehta, sikur pedalon bicikletën, të vë trupin në lëvizje, në mënyrë që të shpërndahet ilaçi, sepse ndodh që grumbullohet aty dhe shkakton dhimbje tek fëmia. Fëmia është i grindur, nëse nuk përhapet ilaçi si duhet, mundet të ketë një temperaturë lokale, një skuqje, gjë që kalon për 24-48 orë. Pastaj, efekti vaksinave është i ndryshëm. Disa japin një temperaturë të lehtë të nesërmen, ose vaksina MMR, për shembull, e jep mbas 10 ditësh temperaturën, sepse atëherë aktivizohet edhe mekanizmat imune të trupit. Për këtë nuk duhet të trembemi nëse ka ndonjë rash të lehtë, sepse edhe kjo është efekti i vaksinës, ose një diare e lehtë jep poliomieliti, që zgjat vetëm disa orë dhe pastaj normalizohet vetë. E qartë. Do të gjitha këto përmbledhje pasqyrim panoram që ju sapo bët, është pjesa që duhet të transmetojmë prindërve që nuk është asgjë rrezikshme, asgjë e keqe për shëndetin e fëmijës. Janë thjesht efekte të momentit. Vaksinës, do thotë që nuk është se ka ndonjë reagim në pjesën që mund të ndikojë në shëndetin apo në zhvillimin e fëmijës, por janë thjesht efekte të momentit që zgjasin ato se edhe ju e përmendët 48 orë, 72 orë, kjo pjesa. Kështu që siguria është okej në këtë pjesë. Po ndonjë rast nga puna juaj, gjithë këto kohë që ju keni patur eksperjenca juaj, për shembull kur prindrit janë shqetësuar shumë se i ka zgjatur temperatura 72 orë ose më shumë se 72 orë, ose ka patur raste të tilla? Po. Prandaj vlen konsulta ose vizita që bën paraprakisht tek mjeku i familjes, nëse është klinikisht i shëndosh. Po edhe këtu ka një marzh gabimi, mund të themi, sepse fëmia mund të jetë infektuar, vjen nga një udhtim i largët ose diku në çerdhe ka patur kontakt me një virus dhe është ajo periudha e fshehtë e inkubacionit që zgjat nga 2 deri në 5 ditë. Pikrisht mund të jetë kjo fazë dhe mbi vendoset duket pra sikur është nga vaksina, në fakt është duke kaluar një viroz. Këshillimi me mjekun, vizita mjekësore e sqaron nëse kjo është një viroz e mirëfillt apo është një efekt i zgjatur i vaksinës. Në përgjithësi, vaksinat vinë dhe bëhen më cilësore dhe nuk ka mundësi të japin një temperaturë të lartë 3 ditë apo 4 ditë. Është një mbivendosje infeksionesh të ambientit. E qartë. Ajo që ju sapo e përmendet është edhe pjesa normalisht që ndikojnë pozitivisht edhe efektet para pregatitja dhe pjesa e pas reagimit. Çfarë ndodh në momentin kur një fëmijë nuk merr disa nga këto vaksina të moshës, për shembull një fëmijë 6 vjeç, një fëmijë 7 vjeç, nuk ka marr asnjë nga vaksinat ose mund të ketë marr 2 ose 3 vaksina. Çfarë mund të ndodh me këtë fëmijë krahasuar me një fëmijë që është vaksinuar në mënyrë të rregullt? E para, ai fëmijë është shumë i ekspozuar nga sëmundjet e rënda infektive. Nuk themi për rrufën e zakonshme, themi për gripin virusal
më falë nëse shtoj pak, vaksinimi në Shqipëri është i detyrueshëm për sëmundjet që lidhen me komunitetin, për shembull çerdhe ka për shkollë, konvikte, duhet patjetër të jesh i mbrojtur nga disa sëmundje që i ka të detyrueshme edhe bota. Është udhëzim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Por ka edhe vaksina alternative të cilat mund t'i bësh, mund të mos i bësh, por siç është edhe gripi, vaksina kundër gripit, ose kundër meningitit. Janë alternative, këto janë në zgjedhje të lirë. Është në zgjedhje të mamave, në qoftë se duan, dyshojnë se aty mund të ketë raste me meningit, për ta mbrojtur, ja bën vaksinën, nuk ka asnjë gjë të keqe t'ja bësh. Por mbrojtja nuk është kaq afat gjatë, sa që janë tek vaksinimi bazal dhe ky i detyrueshëm. E qartë. Po disa vaksinat të tjera që janë shumë të rëndësishme, ato të detyrueshme dhe prindrit vendosin mos t'i bëjnë. Sipas eksperiencës tuaj, bazuar në eksperiencën tuaj, për shembull, çfarë mund të jetë një vaksinë e detyrueshme që prindrit e neglizhojnë dhe nuk ja bëjnë fëmijës, por në fakt është një vaksinë më së detyrueshme për shëndetin dhe të ardhmen e fëmijës së tyre? Po, MMR-ja, që është kaq e përfolur, që përfshin fruth, rubeol, shyta, parotit, parotit. Kjo është një ndër ato të detyrueshme që nuk por që mamat e neglizhojnë, ka patur gjithmonë disinformime, mund të them, në rrjetet sociale, në lidhje me këto. Unë i përmbahem parimit, i besoj mendimit shkencor dhe komuniteti shkencor po punon për të përmirësuar cilësinë e vaksinave, duke futur gjithmonë vaksina të reja. Dhe para 90-s, në vitin 84 vjesht, kam përjetuar një epidemi. Të gjithë ne, mjekët e rinj, kemi përjetuar epidemin e rubeolës. Mamat që u prekën nga rubeola në këtë stin, në 3 mujorin e parë, pra u prekën, atëherë kur është procesi i organeve, të formimit të organeve të foshnjës, lindën fëmijë të verbër, lindën fëmijë me zhurmë në zemër, dhe aborte spontane. Po kështu kjo ndodh edhe sot me frutin. Nëse mama nuk është, flasim tani në planin afat-gjatë, sepse mbrojtja është për të gjithë jetën, po. Ato mama, ata vajza që nuk bëjnë MMR-n në këtë moshë, kur të bëhen prindve të lindin dhe nëse preken nga virusi i frutit, kanë të njëjtat pasoja, mund të lindin fëmijë me defekte, me aborte spontane dhe me hidrocefali. E qartë. Janë efektet nga mos vaksinimi. Është një efekt që e invalidizon fëmijën gjithë jetës. Normalisht është pjesa e po virusit. Do të thosha edhe për poliomielitin, kam parë raste paralizash flakside para 90-s, sepse për arsye të ndryshme nuk e kanë bërë vaksinën dhe sot ato shfaqin, kanë shfaqur gjatë gjithë jetës një paralizë që është për të ardhur keq, vetëm për një shpim, një vaksinë që është një shpim elementar, të vuaj gjithë jetës me karrocë me rrota. E qartë. Kjo pjesa që ju sapo thatë është pjesa që vjen nga pjesa e keq informimit për vaksinat, apo vjen nga neglizhenca që është një vaksinë dhe
jo e detyrueshme pothuajse nga ne prindrit. Si e mendoni ju Të këtë dyja pjesë? bashkë, të dyja shkojmë bashkë janë. Unë do të thosha që lëvizja e lirë e popullatës ka bërë që tani i hipën avionit dhe shkon shëtit jo vetëm Europën, po të gjithë botën. Dhe kjo mundëson rastet me këto smundje të rënda, ekspozimin do me thënë ndaj këtyre smundjeve, kështu që duke qenë i ekspozuar, je i rrezikuar bashkë me fëmijën, prandaj është mirë që keni në dorë fatet e të shëndetit të ardhmes së fëmijës tuaj, prandaj duhet t'i bëni pa asnjë hezitim. E qartë. Ajo prapë siç edhe ju e thatë përsi është pjesa e keq informimit ose pjesa e ndikimit nga rrjetet sociale. Çfarë keni vënë re ju këto kohë të fundit, se jeni në kontakt të përditshëm me prindër, në kontakt të përditshëm me fëmijë, me edukator, me mësues, si e shikojnë ata, në çfarë këndvështrimi e shikojnë pjesën e vaksinave te fëmija e tyre? Ka nëna që janë shumë të interesuara dhe mund të them mbi 90% janë të interesuara, qoftë për këtë, po qoftë edhe sepse janë të detyruara ta çojnë fëmijën në çerdhe dhe në kopësht, sistemi shtetëror në Shqipëri, edhe në Europë, me sa di, nuk të lejon që të shkosh në qoftë se nuk ke kartelën e vaksinimit të detyrueshëm. Bile janë të interesuara, pyesin për efektet anësore të meningitit, për t'ja bëj apo të mos ja bëj. Unë jam gjithmonë pro mbrojtjes së fëmijës. Thjesht vaksinat nxisin imunitetin e fëmijës për ta kaluar atë sa më lehtë, ose edhe janë të mbrojtur pra nuk preken. Okej. Cila është frika më e madhe e prindrit në momentin që vendos të mos t'i bëjë një vaksinë të detyrueshme ose alternativa, ato që ju edhe i përmendët? Cilat janë frikat? Pse hezitojnë prindrit sot? Ato që hezitojnë, po flasim atë target group ose grup prindrish që hezitojnë, cilat janë frikrat e tyre? Çfarë i ndalon ato për t'ua bërë vaksinat fëmijëve të tyre? Kam frikë nga vaksina MMR, me qenë se dhe është folur në lidhje me atë përbërësin, që tani ajo është zëvendësuar me një konservant tjetër, kështu që edhe për këtë të rinë të qeta, teknologjia po bën, ka hyrë edhe në sistemin e përgatitjes së vaksinave, dhe edhe studimet që lidhen që përflitet për autizmin, një artikull që lexova së fundmi në Danimark, 1.2 milion fëmijë në një interval kohor 10 vjeçar janë është bërë një studim dhe nuk ka rezultuar asnjë rast autizmi nga vaksina. Ky është një lajm pozitiv, inkurajues, dhe që mbështetet nga gjithë komuniteti shkencor, i mjekët, të cilët janë kanë lidhje direkt me vaksinimin, mjekët, pediatër dhe ato të konsultorit, e mbështesin vaksinimin dhe nënat atje duhet pyesin, duke lexuar në rrjetet sociale, çaroditen. Okej, kjo është një pyetje tjetër që doja ta bëja. Në momentin që prindri vendos, a marrin informacionin e duhur, a sqarohen sa duhur, ose a kërkojnë në vendet e duhura këtë lloj informacioni që ato kërkojnë? Për shembull, në konsultor që ju përmendet te pediatri, ose qoftë edhe jo te pediatri që te mjeku i familjes, kudo i qoftë. Marrin informacionet ose sqarimet e duhura për ata pikpyetjet e tyre? E kanë më lehtë të lexojnë në rrjetet sociale se sa të telefonojnë, t'i shkruajnë një mesazh mjekut të patronazhit. Dhe kjo është një hallakat, është një çoroditje, mendoj unë. Pyetja që më bëjnë shpesh në inbox është a ti bëj metalet, analizën, matjen e metaleve të rënda?
por studiuesit edhe këtë e kanë analizuar për vite me radhë dhe doza e aluminit është kaq e papërfillshme sa që nuk është se trupi do ngopet me alumin nga bërja e një vaksine MMR. E qartë. Po në momentin është kjo pjesa për sigurinë e prindrit përsëri po flasim, mund ta bëjmë para këtë thjesht për t'u siguruar. Po. Është në rregull që prindri të jetë i qetë dhe pastaj të mund ta bëj? Mund ta bëjnë, unë do të thosha që analiza e metaleve të rënda bëhet sa herë ka vonesa neurozhvillimore. Kjo është shumë e rëndësishme. Një fëmijë që nuk flet në moshën 2 vjeç, 3 vjeç, një fëmijë që është hiperaktiv, që vuar nga çrregullimet e sjelljes dhe hiperaktivitetit, është mirë të bëj matjen e metaleve të rënda, kryesisht mineralogramën, pra me të gjithë elementët e saj, sepse ndotja mjedisore nuk është ajo që kishim para viteve 70. E qartë. Përveç metaleve të rënda ose para se të bëjnë MMR-n, ndonjë vaksinë tjetër që prindri mund të bëjë ndonjë analizë ose ndonjë vizitë përveç protokolleve që secila vaksinë ka? Për fëmijët nuk ka asnjë kundërindikacion. Thjesht janë protokollet ose vizita dhe konsulta me pediatrin. Thjesht konsulta. Për mamat që ngelen e reja, që ngelen shtatzan, rekomandohet të bëjnë torsh, që është inicialet e toksoplasmozës edhe që siguron që dhe ata të jenë me të qeta. Patjetër duhet ta bëjnë para se të planifikojnë një shtatzani. Që të kemi një fëmijë të shëndetshëm. Po, sepse ka dhe infeksione të tjera që përhapen nga masja, toksoplasmoza, siç e thash, nga mishrat e papërpunuara mirë, marrim infeksione të tjera dhe këto duhen identifikuar, duhet trajtuar mama derisa të jetë analiza të dalë negativ dhe pastaj të ketë një shtatzani të shëndetshme. E qartë. Si mund të rrisim dhe të fitojmë të pjesën e besimit të prindrit për pjesën e vaksinave? Prindrit duhet të ndjekin faqet shëndetësore. Nga profesionistët. Po, gjithashtu edhe komunikimin direkt, konsulta direkt, komunikimin me mjekun e patronazhit, mjek familje zakonisht, ata që mbulojnë shërbimin pediatrik, vetëm aty mund të marrin një informacion të saktë për efektet e vaksinave. Në fakt, studimet kanë rezultuar se në 100 vaksina jep një skuqe të lehtë ose pyesin për reakcion nga veza. Ka reakcion nga veza dhe siç e dim, disa vaksina janë të inokuluara në embrionin e vezës, por ato janë vetëm tek e verdha e vezës. Vetëm nëse fëmia është vërtetuar me laborator nga alergologur që ka alergji nga veza, nuk mund t'i bëj këto vaksina që lidhen me embrionin e vezës, që përgatiten nga kjo teknologji. E qartë. Të flasim pak më shumë për pjesën e vaksinave të stinës ose të virozave. Nga eksperienca juaj dhe ajo çfarë ju shikoni çdo ditë, sa është kërkesa, është në rritje apo vazhdon e njëjtë apo në nivele më të ulët që prindit kërkojnë t'i bëjnë fëmijës vaksinën e virozave të stinës apo ka një numër minimalist, të themi? Ndër virozat e stinës është hemofilus, që është në sistemin hemofilus B, është në sistemin e vaksinimit bazal dhe në përgjithësi fëmijët kalojnë infeksione
fare të lehta nuk është ky problemi i virozave të zakonshme, ndërsa një katar stinor nuk është i njëjtë me virusin e gripit, ai që përhapet një herë në 3-4 vjet, që shkakton epidemi. E qartë, kjo është disa që e praktikojnë, do të thënë fëmijët kërkojnë, prindrit kërkojnë që ta bëjnë duhet ta vaksinet e bëjnë, po, fëmijët nën 3 vjeç bëjnë gjysmë doze, ndërsa mbi 3 vjeç bëjnë një injeksion të plot. Zakonisht sezoni i gripit virusal është në nëntor, fillon në fund nëntorit dhe nga fillimi i nëntorit, sepse është ajo fasha, intervali që aktivizohen antikorpet, duhet në fillim të nëntorit ose fund tetori të kenë bërë vaksinën ndaj gripit. Tani, vaksina të tjera, unë e quaj shumë të rëndësishme, këtë të papiloma virus. Okay. Është dhe shpesh nënat janë të pasigurta, çfarë është, çfarë mund të japi, nuk jep as bota e ka aplikuar prej vitesh, ne kemi pak vite që kemi filluar tek vajzat 11 vjeç, do së shpejti për shkak edhe të çështje fondesh, do bëjnë edhe meshkujt 11 vjeç këtë lloj vaksine, sepse papiloma virus është në disa raste bëhet përgjegjëse për kancerin e qafës së mitrës. Dhe kjo vije të re në çiftet e sapo martuar, në vajzat pra e reja. Për ta parandaluar është vaksina e papiloma virus, HPV. Okay, do me thënë në Shqipëri nuk është se po aplikohet. Po aplikohet ka disa vite, por prindrit pyesin gjatë gjithë kohë, pyesin shumë për këtë pjesë, se janë të painformuar, janë të painformuar dhe thonë çfarë të bëjmë, ta bëjmë apo jo. Dhe në cilën mosh duhet të bëhet kjo vaksinë? Nëse, do me thënë, nëse ka kryer marrëdhënie seksuale, një 18 vjeçare, po them, më përpara duhet bëj të masi antikorpet, ka apo s'ka antikorpet ndaj papiloma virus. Atëherë mund ta bëjnë edhe gratë që nuk janë të mbrojtura nga papiloma virus. E qartë. Kjo përsëri mbetet një analizë alternative dhe jo e detyrueshme. E detyrueshme, është futur në mënyrë masive. Nëse refuzon, nuk të detyrojnë që ta bësh, por faleminderit dhe juve që na jepni mundësinë ta shprehim këtë mesazh, por të gjithë mamat e reja është shumë e rëndësishme dhe parandalon sëmundjet kanceroze. Sa të sigurta janë vaksinat sot? Po, vaksinat e sistemi shtetëror janë shumë të sigurta. Janë bërë teste laboratorike nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe bëhen vazhdimisht në lidhje me sigurinë e vaksinave. Gjithashtu, do të thosha që zinxhiri ftohës dhe ai ruajtës i vaksinave tashmë ka një siguri më të lartë, sepse aplikohet një lloj teknologjie që janë frigorifer të posaçëm dhe nëse bie temperatura për shkaqe të rrjetit elektrik, bie sinjali alarmit dhe këto sigurojnë vaksinë. Po, duhet që menjëherë të marrësh masa për t'i ruajtur në atë temperaturë që lejohet të ruhen vaksinat. Por nëse vaksinën do ta marrim me çantë dore nga jashtë, se thot do t'i bëjmë meningitin apo një vaksin tjetër e kam sjell nga jashtë, kjo nuk është në kushte të sigurta. Pra, sjellja e vaksinave nga jashtë në mënyrë private nuk është shumë e sigurt. Duhet t'i besojmë sistemit shëndetësor shtetëror që është sot në Shqipëri. Sepse secila nga ato vaksina, siç edhe ju e thatë, duhen parametrat e duhur
për të ruajtur dhe për të qenë sa më të sigurta deri në momentin e aplikimit tek fëmijët. A luan rol kultura apo komuniteti, shoqëria që ne jemi tek vaksinat? Sa ndikon kjo pjesa e kulturës? Ne si shoqëri jemi të hapur kundrejt këtyre gjërave, pavarësisht se ne e përmendëm dhe ju e thatë që tani mamat e reja pranojnë ose kërkojnë më shumë informacion ose lexojnë. Po, në shumica janë të informuar, janë dhe goxha të kulturuar në krahasim me brezin e viteve 80 kur unë kam dalë në punë. Nuk e kishin mamat këtë informacion, por tani një mësuese biologjia apo një punojnëse tjetër e shërbimit shëndetësor apo edhe këto që punojnë në për kolektiva me fëmijë janë goxha të informuara. Mund të bisedosh me ta dhe më pëlqen mënyra sa të kulturuara janë, të hapura dhe edhe pyetjet që i drejtojnë kanë një formim, një botë kuptim më të gjerë. Ndryshe nga më përpara. Shoqëria e pranon. Pra, në kuptimin e gjerë të fjalës, shoqëria i pranon ndryshimet e teknologjisë edhe në fushën e vaksinimit dhe të kujdesit të fëmijëve. Kemi në dorë, mamat e reja kanë në dorë shëndetin e fëmijës, prandaj duhet ta mbrojnë atë me çdo kusht. E qartë. Pjesa që ju jeni normalisht në kontakt të përditshëm me mama të reja, me prindër të rinj, po flasim, jeni në kontakt me fëmijët, si mund ta shprehim ndryshe në mënyrë më praktike, si mund t'i krahasojmë dy fëmijë? Për shembull, një fëmijë që është ka bërë vaksinën e gripit ose sezonale dhe një fëmijë tjetër që nuk e ka bërë, cili ka predispozitën më të lartë që të sëmuret më shpejt dhe cilat janë arsyet pse dhe si ka ndikuar vaksinat tek fëmia tjetër dhe si ka ndikuar mos vaksinimi tek fëmia që smuret më shpejt. Kjo lidhet me imunitetin, por imuniteti nuk lidhet vetëm me vaksinat, por ka faktorë të tjerë që ndikojnë në imunitetin e fëmijës që sëmuret më shpejt. Është ushqyerja, sëmundjet shoqëruese, sëmundjet kronike, alergjia, astma, intolerancat ushqimore, që nuk e lën fëmijën të shtojë në peshë, ose deficitet vitaminike, deficiti në vitamin D. E hasim shpesh, megjithse marrin vitamin D, prap ndodh që ajo nuk përtitet. Pse? Se mund të jepet njëkohësisht me suplemente me hekur. Edhe mungesa, deficiti i hekurit është kaq i përhapur në moshat fëminore, sepse mamat që rrinë në shtëpi ndoshta nuk i japin sa duhet perime. Nëpërmjet perimeve sigurojnë të gjithë mikroelementët për rritje të shëndetshme të fëmijës. Po nxiten ndonjëherë nga tregu, nga këto ushqimet shëndetshme. Si ta them, të paketuara të marketit, të cilat janë të përpunuara, të themi të vërtetën, dhe i kanë humbur një pjesë të vlerave ushqimore. Nuk është si ajo gjella me spinaq, me presh, ose lakër, lule lakër, që mund t'ja bësh për ditë në shtëpi. Karota, të gjitha këto plotësojnë nevojat e një organizmi në rritje. Fëmia lind 3 kg dhe kur shkon 1 vjeç bëhet 9 kg. Afërsisht, trefishon peshën e lindjes. Por kjo rritje nuk mund të vi në qoftë se nuk i jep të gjitha në kompleks, të gjitha mikroelementët. Është ushqyerja pra e shëndetshme, ajo që forcon imunitetin. Nuk është se është vaksina. Këtu ka edhe keq interpretime. Cilat janë këto? Mund të koincidojë që mbas bërjes së vaksinës të ketë një temperaturë, po kjo ka lidhje me
faktorë të tjerë të fshehur, të cilat në bashkëpunim me mjekun e familjes të patronazhit do t'i identifikojmë ato shkaktar dhe i rregullojmë duke bërë ato ndërhyrjet përkatëse me suplemente, me hekur, kryesisht me vitamin D, magnez kur është e nevojshme, edhe të tjera, siç e tregon kuadri i gjakut. E qartë. Po pjesën e vaksinimit e pjesa e alergjive, të stinës, edhe këto. Kemi vaksinat cilat janë ato të rëndësishme ose çfarë duhet të bëjmë prindrit në momentin që fëmijët kanë alergji të stinës kryesisht, por jo vetëm. Shenjat alergjike në përgjithësi zhduken deri në moshën 3 vjeç. Mund të shfaqen në formën e një dermatiti, në formën e një rufe kronike, ndërsa një numër i vogël fëmijësh janë më të predispozuar për bllokim të hundëve, për rufë alergjike dhe një pjesë fare e vogël e tyre kaloj në astma bronkiale, që është sëmundje kronike. Në rastet kur ka astmë bronkiale, kur fëmia bën shpesh herë kriza me kollë spastike dhe me fishkëllima, atëherë rekomandohen vaksinat. Po këto janë të tjera vaksina, janë desensibilizuese, duke futur alergenin në doza nga më të vogla, duke rritur dozën në mënyrë që të desensibilizohet trupi nga ky shkaktar, edhe këto janë një sukses i madh i vaksinave. Sot flitet dhe për vaksinat të smundjeve tumorale, të cilat kanë bërë hapa përpara dhe që jemi me besim të plot që edhe këto sëmundje në të ardhmen nuk do të jenë kaq serioze për shëndetin e popullatës. E qartë. Cilat janë ato mesazhet më të shumta që vinë në adresën tuaj, që pyesin, që prindrit kërkojnë? Nënat janë të interesuar për ushqyerjen, nutricioni në përgjithësi, sepse një mjek pediatër, tani siç janë dhe unë në pension dhe mundohen të gjej veten në rrjetet sociale, të bëhem sadopak e dobishme, kam marrë përsipër me postimet e mia të informoj mamat se çfarë duhet më mirë që një fëmijë të zhvillohet i shëndetshëm. Pra, rritja dhe zhvillimi normal, pesha, jo mbi pesha, pesha normale dhe imuniteti janë shumë të lidhura ngushtë me ushqyerjen. Pra, duhet edhe në asortimente ti marrin, po edhe në kalorazh ti marrin ato në sasinë e duhur. Dhe në mënyrë proporcionale gjatë gjithë ditës, javës edhe stinëve në përputhje me ushqime sa më të freskëta të stinës. Të qartë, që përmbajnë të gjithë vlerat e kaloritë që kanë vlerat e tyre natyrale. E qartë. Po pjesa në momentin që një prind mund të bëjë që okay, unë po i përgatis ashtu siç duhet, por fëmia nuk i ha, nuk i konsumon, nuk di si t'ja bëj. Kemi nga këto pyetje? Po, kanë. Dhe për fat të mirë sot ka nutricioniste pediatrike që kanë studiuar edhe këtë dek dhe ato japin informacione më të detajuara, bëjnë edhe trajnime online kush ka dëshirë. Kështu që megjithatë nuk kursehem, i jap shpjegime për aq informacion sa kam edhe unë në lidhje me ushqyerjen, zhvillimin, rritjen dhe higjienën, edhe ku futet dhe pjesa e vaksinimit. Nga ajo që ne biseduam të gjithë kohën, pjesa që edhe përmendëm, vaksinat e detyrueshme dhe alternative dhe që vazhdojnë nga materniteti, kufijt moshor që vazhdojnë nga lindja, deri në cilën moshë vazhdojnë pjesa e vaksinimit të fëmijëve? Në 6 muajt e parë, kështu është vendosur në Shqipëri,
2, 4, 6 muaj bëhen 3 doza dhe ky është vaksinimi bazal. Pastaj 1 vjeç bëhet vaksina e MMR-s, bëhet dhe pneumokoku, është shumë e rëndësishme nëse mund të shtoj për pneumokokun. Infeksionet bakteriale kanë dominuar para 9 vjetës, ndërsa pneumokoku është tuar në 10 vjeçarin e fundit dhe janë ulur dukshëm infeksionet nga pneumokoku, siç është pneumonia dhe infeksionet me qelb të veshit, të cilat i shkaktonte rëndom. Pra, thjesht doja të dëshmoja efektin pozitiv që japin vaksinat në sëmundshmëri. Në moshën 2 vjeç bëhet një rivaksinim. Në moshën 5 vjeç prapë kemi një rivaksinim. Do me thënë, ka përfunduar vaksinimi bazal në moshën 1 vjeç. Në 2 vjeç bëhet një rivaksinim. I një pjesë të këtyre vaksinave, në 6 vjeç një tjetër dhe 14 vjeç. Këtu do të shtoja dhe vaksinën së fundmi të papilomavirus që bëhet në moshën 11 vjeç. Tashmë është shtuar dhe një dozë kujtesë në moshën 18 vjeç e difteri tetanoz. Dhe ata që janë vaksinuar nga kjo vaksin, sidomos nga tetanozi, janë të mbrojtura nga plagët që mund të jenë të ndotura dhe mbrojtja është 10 vjeçare. Mbi këtë mosh 28 vjeç. Në qoftë se ndodh që vritesh, pëson një aksident, mund të bësh një dozë kujtesë të tetanozit. E qartë. Fëmijët kanë frikë nga doktori dhe në momentin përveç çfarë mund të bëjnë, është pjesa e vaksinës, ato kanë frikë. Si mund ta përgatis një mamë, si mund ta përgatisin prindrit fëmijën e tij që duhet të bëjnë vaksinën, që mos ta marrin me kaq frikë, që mos të qajnë ose që do ju entet këmba ose krahu nga vaksina. Çfarë mund t'i thonë prindrit fëmijës së tyre, një fëmijë 6 vjeç, 8 vjeç? Është thjesht një cëk, si kur na ha miza, mushkonja, dhe kjo bëhet për që ti të bëhesh më i fortë, që ti përballosh më mirë sëmundjet dhe çdo gjë të keqe që mund të hyjë në trup. Duke ja thënë me fjalë më të thjeshta, patjetër që përgatiten nga ana psikologjike që të mos jetë traumë vaksina. Në përgjithësi këto 6 vjeç, 5, 6 dhe 14 vjeç nuk japin as temperaturë, sepse janë doza kujtesë. Thjesht ngacmon memorien imunitare. E qartë. Mund të kenë ndodhur nga eksperienca juaj, mund të kenë ndodhur që shumë fëmijë ose që shumë prindër nuk kanë arritur që ti bindin fëmijën që të ulet, të shkojnë dhe mos ta bëjnë vaksinën? Jo, nuk më ka ndodhur. Në përgjithësi fëmijët gjenerojnë energji pozitive, janë bashkëpunues dhe janë ndërveprues. E qartë. Një mesazh, sepse gjatë gjithë kohës ju keni shprehur atë pjesën që jeni në kontakt me prindër çdo ditë dhe normalisht konsultat tuaja që ju jepni online në adresën tuaj, ndonjë mesazh përveç pjesës së sigurisë së vaksinave, çfarë do dëshironit për të gjithë prindrit që na dëgjojnë? Çfarë dëshironi të thoni dhe të shprehni për prindrit? Një mesazh. Drejtojuni faqeve shëndetësore në lidhje për të marrë informacionet e duhura. Drejtojuni te mjeku i familjes gjithmonë. Dhe mos besoni dhe mos i besoni informacioneve që nuk janë të duhura, të përkatëse nga kompetentët. Edhe ne që në këtë moshë lexojmë faqet mjekësor, literaturë, revistat ose të gjitha postimet online të faqeve mjekësore europiane dhe amerikane.
Faleminderit që ishi në këtë podcast dhe shumë faleminderit që ndat gjithë eksperiencën tuaj me ne dhe do jetë një episod shumë i vlefshëm për të gjithë ata që na dëgjojnë dhe të gjithë ata që kërkojnë konsulta dhe mendimet tuaja. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Miropafshim të shihemi në episodin e radhës.